jo rezultati i pritur i PDK-s pra nëpër komuna, ku ka qeveris apo ku ka pretenduar që të qeveris. Posaçërisht nga kandidimi i Petrit Hajdarit në krye të degës së PDK-s për të qenë edhe kandidat për kryetar të komunës dhe refuzimi i kryetarit aktual të komunës së Drenasit Ramiz Lladroci, shihet se ka një plasaritje. Herëherë kam menduar se edhe ato tendenca janë disi të zmadhuara pa nevojë, por megjithatë dolen pasuan spekulimet e gjatë fushatës dhe kulmi i pakënaqësisë së njerëzve edhe brenda vetë PDK-s, jo vetëm në Drenas, por në gjithë Kosovën, arriti kur Ramiz Lladroci fitoi madje pa balotazh. Pra e mundi kandidatin e PDK-s, për të cilin ishin angazhuar krejt kryesia qendrore që ta ndihmojnë në kuadër të fushatës. Njëjtë pa të bërë edhe në fushatën para 4 vjetëve, edhe atëherë pa të mbështet Ramiz Lladroci në kryesia e PDK-s, por interesant atëherë kandidati që dolin nga dega e PDK-s si pakënaqësi me vendimin e kreut të partisë, pa të hyrë në balotazh. Dhe kjo që ndodhi me Ramiz Lladroci në momentin kur e refuzon dega e kryesia e partisë qendrore është kulmi i pakënaqësive, pra jo vetëm brenda atyre njerëzve që kanë qenë në pushtetin komunal, qofshin ata drejtor, qofshin ata në kuvendin komunal si këshilltar, qofshin ata anëtarë dhe simpatizant që i ka favorizuar për t'i punësuar Ramiz Lladroci gjatë mandateve të tij, apo familjet e tyre, të cilat natyrisht kur punësohet një njeri, punësohet pra përfiton financa materiale edhe familja pra prej 5 apo 10 anëtarëve. Dhe kështu që është rritë numri i atyre dashamirëve, atyre që e kanë përkrahur, edhe përkundër vendimit që të caktohet një kandidat tjetër. Dhe zërat që të jep dorëheqje interesant, jo që kanë dalë nga njerëz që kanë qenë në kryesi të qendrës, as në përkryesi të degëve, por ka pas aktivist të PDK-s, madje ka pas një nga aktivistët e PDK-s ka qenë edhe nga Malisheva, i cili ka bërë tifo për Ramiz Lladrocin dhe vazhdimisht ka kërkuar që të reflektoj kreu i PDK-s, zoti Memli Krasniqi. Po ata zëra, sikur nga kryesia qendrore, sikur nuk janë marrë aq seriozisht deri në momentin e zhvillimeve të fundit, pra që ndodhen për pas shpalljes së rezultateve kur Lladroci fitoi pa balotazh, por edhe zhvillimet e fundit që ndodhen me 9 të këtij muaji kur ndodhi balotazhi dhe jo rezultati i pritur i PDK-s pra nëpër komuna, ku ka qeveris apo ku ka pretenduar që të qeveris.